Çdo vit të muajit maj në qytetin e vogël verior të Fusharësit organizohet festivali mbar kombëtar i instrumentistëve të vegjël popullor. Janë tinguj zemre që dalin nga këta artistë të vegjël, të cilët nëpërmjet instrumenteve muzikor si çiftelia, lahuta, fyelli, lodra, dhurojnë tinguj të pastër si kristali dhe sjellin një ylber ngjyrash të kostumeve popullore nga të gjitha trevat e Shqipërisë, që populli ynë e ka në traditën e vet, i cili ka ditur t'i ruajë dhe t'i trashëgojë ato brez pas brezi. Për 3 net me radhë, qyteti i vogël i Fusharësit ka pritur me bujarinë e tij artistët e vegjël nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Ky festival i lindur para 13 vjetësh është rritur, zbukuruar dhe përsosur në formë përmbajtje, duke transmetuar vlerat etnokulturore të trevave shqiptare nga viti në vit, te brezi i ri, duke u bërë kështu një burim i pashtershëm mësimi dhe edukimi me vlerat më të vyera të trashëgimisë son kulturore. Fëmijët e qytetit të Fusharësit kanë hapur dyert dhe zemrat duke pritur e përcjell me qindra fëmijë të ardhur në këtë festival, duke krijuar lidhje miqësie dhe duke mbajtur korrespondenca të vazhdueshme mes tyre. Tashmë ky festival është kthyer në një traditë për qytetarët e këtij qyteti. Ky është festivali 13 i cili mbush me tinguj të mrekullueshëm këtë qytet të vogël, por me bujari dhe tradita të mëdha. Ky aktivitet mbar kombëtar organizohet nën kujdesin e bashkisë së këtij qyteti, si dhe kujdesin e zyrës arsimore PUK, me mbështetjen e shoqatës ekoturistike PUK dhe bizneseve të ndryshme. Të pranishëm në këtë festival ishin përfaqësues nga pushteti vendor. Kryetari i bashkisë së këtij qyteti, zoti Fran Tuci, bëri dhe hapjen duke ju uruar mirëseardhjen dhe duke përshëndetur të pranishmit si dhe artistët pjesëmarrës në këtë aktivitet, duke uruar dhe përgëzuar njëherësh edhe organizatorët. Ai tha se qytetarët e Fusharësit e meritojnë këtë festival, i cili sjell larmi kulturash si dhe hap zemrat për të pritur me bujari artistët e vegjël që vijnë nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Çdo vit të muajit maj në qytetin e Fusharësit zhvillohet festivali instrumentistëve të vegjël. Vjen si një ujëvarë magjisht me tingujt dhe larmia e ngjyrave të kostumeve që ata sjellin. Ktu pra me kam kryetarin e bashkisë, i cili feston në 13 vit festivalin instrumentistëve të vegjël popullor. Është një aktivitet që e zbukuroi Fusharësin. E bëri atë më shumë jetë se sa kishte para. Gjithë këto fëmijë, gjithë kjo larmi ngjyrash, këta instrumenta që përfaqësojnë të gjitha krahinat e mbar Shqipërisë, që nga Medvexha, nga Bujanovci, nga gjitha krahinat e Kosovës,
ashtu dhe të Shqipërisë sonë të dashur, ne u ndjem shumë mirë, u ndjem tamam si një fest, në një gëzim, kur secili bite pjesën e vet. A besoni se do vazhdoni këtë festival? Sot është i 13, por për të vazhduar edhe më tej. Nuk diskutohet që do të ketë ndonjë fuqi që do të ndalojnë festivalin kombëtar të vegjëlve. Ai vetë do të bëhet më i bukur, do të bëhet më i madh, do të bëhet më i shkëlqyer. Festivali instrumentistëve të vegjël popullor përbën një ngjarje madhore kulturore dhe artistike për qytetin, veprimtari e cila ruan dhe kthehet në një traditë të kulturës sonë, duke përcjell vlerat e trashëgimisë kulturore. Në natën e 3 të këtij festivali, fillimisht kanë qenë grupet artistike të cilat janë prezantuar për artdashësit që kishin mbushur qendrën e qytetit, nëpërmjet një parade ku grupet pjesëmarrëse bën prezantimin e tyre duke nxjerrë në pa vlerat kulturore që mbart çdo krahin, që nga kostumet, vallet, këngët dhe veglat muzikore. Artistët e vegjël performuan në skenën e festivalit vlerat e tyre muzikore në instrumentat popullore nga të gjitha trevat shqiptare, si dhe i shoqëruan ato me këngë dhe valle shqiptare. Që prej vitit 2004, çdo muaj maj, në Fusharës vërshojnë si ujvare magjishme kënga dhe vallja popullore, e ruajtur dhe e trashëguar në breza si vlera me çmuar e kulturës dhe identitetit ton kulturor kombëtar. Ajo tashmë po përvetësohet dhe trashëgohet nga këta artistë të vegjël, por shumë të talentuar, të cilët janë si guri çmuar që i japin vlerë kulturës son duke mbajtur gjallë atë. Ty në urë të rri për dhet, kur kishat rnue ua kanë me topa, kur ndjep foshnja të njoma ua kanë pre, kur të nderta të vasha ua kanë kërit për dhuni, e rrugave bame i kanë me det kununi. Ky vit realizon dhe një bilanc arritjesh 13 vjeçare të këtij festivali, skenën e të cilit e kanë prekur dhe shkelur në këto vite një numër i madh artistësh të vegjël interpretues të instrumenteve popullore, të ardhur nga të gjitha trevat shqiptare. Kemi janë në festivalin e 13 të instrumentistëve të vegjël. Si ndjeni sot si profesorës i zyrës arsimore? Jashtëzakonisht jam shumë i lumtur për gjithë këtë eveniment të rëndësishëm. Gjatë këtyre 3 ditëve para qytetarët të Fusharësit e të zonave përreth performuan rreth 18 grupe, të cilat me larminë e ngjyra, kosmografinë e instrumentin e shkëlqyer, po sigurisht edhe me ballën edhe me zërin e tyre melodios, na krijuan një atmosferë të shkëlqyer dhe kjo për meritë veçantë të punës që bëjnë instruktorët e tyre mësuesnë për institucionet që përfaqësojnë. Merita veçantë e suksesit të festivalit i përket këtij qytetit mrekullueshëm, këtyre njerëzve mikpritëse zemërbarë, të cilët hapin dyert e shtëpive, i mirpresin fëmijët dhe për 3 ditë me radhë këtu për të 13 vit radhazi është krijuar një traditë, një kulturë, një diçka e mrekullueshme për këtë zonë dhe është thyrë një festë popullore dhe çdo vit gjithë ky shesh që kemi këtu ndonë si vogël, por shumë modest, mbushet plot me njerëz të cilët e përcjellin festivalin dhe japin këtij larmin dhe mrekullinë për të cilën edhe ju falenderoj edhe ju që e përcjellni përmes valëve të televizorit shqiptar, respekt dhe mirënjohje për gjithë punën dhe bashkëpunimin që kena me ju. Nata e 3 e këtij festivali ishte dhe nata finale,
e cila përcaktoi dhe vlerësoi grupet më të mira. Për të vlerësuar këto grupe, ishte ngritur dhe një juri e përbërë nga specialistë të artit dhe muzikës, të cilët do të bënin dhe vlerësimet përkatëse për grupet më të mira, për prurjet më të veçanta në këtë festival. Juria e përbërë nga kryetaria Sabrie Nushi, muzikologe, Ismet Krasniqi, antar, studiues, shkrimtar, muzikant, Fran Mulaj, antar, specialist kulture, të cilët e kishin tepër të vështirë të përcaktonin çmimet, pasi të gjitha grupet e ardhura ishin mjaft të përgatitura dhe të talentuara. Festivali instrumentistëve të veçët popullor, i cili sjell nga gjitha trevat e Shqipërisë muzikën, folklorin e traditën e kulturën e shqiptarëve. Sa e rëndësishme është ky folklor dhe pikërisht që realizohet në qytetin e vogël të Fusharësit. Klodi, jemi me emocionet e finalizimit të festivalit të 13 instrumentistëve të vegjën bashkëkombëtar, që zhvillohet këtu në qytetin e Fusharësit, që për 2 ditë bëhet kryeqyteti i tingujve të zemrët, i tingujve të shpirtit të fëmijëve, të cilët luajnë me një mjeshtri të jashtëzakonshëm. Ajo çka duhet të evidentohem në këtë festival është jo vetëm rritja numerike, domethënë që është festivali 13 dhe ka krijuar fizionomi të veçantë, një festival tipologjik, i konsoliduar në llojin e tij dhe me një fizionomi dalluese në trashëgiminë shpirtërore të popullit ton. Por risia qëndron edhe në kërkesat që kanë qendrat kulturore të fëmijëve të Shqipërisë dhe të Republikës së Kosovës për të ardhur me një performancë me nivel të lartë artistik. Pra gara nuk është thjesht vetëm paraqitja në festival, por kanë kërkesa të larta artistike. Kjo më gëzon. Dhe ajo çka është më pozitivja janë që këto instrumenta popullor, të cilët mund të përmendim për shembull bishnica që vjen për herë të parë, një instrument i hershëm, ose lauria, një instrument unikal i zonës Dibrës dhe të Matit, lahuta që vjen, janë instrumenta, domethënë karakteristikë që mos i lejmë në muze, por këto të jenë në duart e brezit të ri, madje çiftelia që është akoma dhe me prezent të fylli, ose elementet të tjerë ritmik si lodra, dajra apo fruza, janë gjëra që me të drejtën nuk i kemi parë në festivalet të tjera. Domethënë janë rritur edhe kërkesat profesionale si individuale për të paraqitur me nivel të lartë artistik, ashtu edhe ato orkestrale. Mu kjo vërtet më gëzon dhe duhet t'i falenderoj të gjithë qendrën kulturore të fëmijëve, se nuk ka gjë më të mirë se sa të punosh për artin popullor, të punosh për instrumentat, për këtë kulturë që të hymë shpirtërisht në Europë me vlerat tona kombëtare. Dhe nuk ka gjë më të mirë se sa këto të përcillen te brezi i ri. Ky është misioni i këtij festivalit. Përcjellja tek brezi më ri dhe frutet, Klodi, ne i kemi parë dhe në festivalin e Gjirokastrës, që për herë të parë kanë interpretuar këtu, kanë marrë suksesin e parë, duart trokitjet e para, emocionin e parë dhe janë vlerësuar edhe në festivalin e Gjirokastrës me çmime që vërtet edhe unë jam ndjer mirë që ky festival po jep produktin e tij dhe po e përcjell mesazhin e tij që tingujt e shpirtit, tingujt e instrumentave trashëgimisë shpirtërore të jenë gjithmonë brez pas brezi. Unë vërtet jam pjesë e vazhdueshme të 13 edicioneve, por kënaqësia më e madhe ime është se, siç e tha edhe ju vetë, pavarësisht nga ndryshimet e drejtuesve, qoftë të pushtetit vendor, qoftë të zyrave të arsimor apo të qendrës kulturore të fëmijëve, po pse jo edhe të drejtuesve të qendrave kulturore brenda dhe jashtë kufijve të atleut, vazhdojnë ta vlerësojnë e të marrin pjesë duke qenë shumë dinjitoz për të pasqyruar vlerat etnokulturore të trevës për cilësa të vijnë. Kjo është një vlerë kombëtare që kontribon në trashëgiminë kulturore kombëtare të vendit tonë, kupton?
instrumenti, kostumi, kanga, valja e të gjithë elementet përbërës të spektakleve që ne na kënaqën për 2 ditë me radhë, duke qenë mbi 18 grupe pjesëmarrëse në këtë veprimtari deri nga Medvezha, që nga Drenica e Adem Jasharit e deri tek Vlora e Ismail Qemalit. Vlerat e këtij festivali për qytetin e Fusharit janë universale. Unë po marrë ndoshta atë më të rëndomtën se nëpërmjet jush prezantohet që në hartën e Shqipërisë ekziston një qytet i quajtur Fusharsi, i cili është ky festival që nga qyteti i shartarëve dhe minatorëve është kthy qyteti i festivalit të instrumentistëve vegjël popullor. Zoti Mula, ju jeni themeluesi i saj që në vitin e parë. Sot jemi në vitin e 13. Kur do heqësh dorë nga ky festival? Nga ky festival në mënyrë absolute, për sa të ke mundësi, sepse unë këtë festival e konsideroj sikur për një 13 vjeç më ka lënë fëmijë dhe gjithë janë të munduar që ky të rritet i shëndetshëm, dhe është absurde me thonë smerrem me këtë punë. Prandaj unë për sa të kem fuqi mendore fizike, unë do jemi pranishëm për të kontribuar për atë përvojë, atë mundësi që do kem. Me çmimin e madh ndueshyti u vlerësua grupi i Hasit. Atë zoti kryetar, erdhët edhe një herë në skenë për dorëzuar një çmim të madh, ban emrin e një artisti me përmasa botërore. Çmimi Ndueshyti do shkoj Hasi, vlerësohet me çmimin Ndueshyti. E merr çmimin drejtuesi pasionuar i Hasit Latif Ngjeqi. Hasi vjen dhe merr një çmim në festivalin e 13 të instrumentistëve të vegjël. Si ndjeni sot në këtë festival dhe sa e rëndësishme është çmimet për ju? Po bën 13 festivale, edhe në çdo vit jemi ndarë edhe me çmime. Duke nisë nga çmimi i dytë, i tretë, çmimi i parë kemi marrë çmimin e si vjetshëm që ishte çmimi i nderit i artistit të madh, i kollosit të Çiftelisë, domethënë Ndueshyti. Për ne është kënaqësi sot. Është kënaqësi sepse në radhë parë të punosh me fëmijët është një gjë shumë e bukur. Është punosh për të ardhmen e vendit, punosh për të ardhmen e kombit, e punosh për folklorin, shqiptar, do thotë punosh për një të ardhmen mjaft të ndritur. Sa e vështirë sot që të përthitesh dhe të nxjerrësh talente? Kjo është një pyetje shumë e drejtë, sepse edhe rinia sot ka të vështirë që të bëjë përzgjedhjen, të bëjë zgjedhjen e duhur. Po me që si tabu të qendra kulturore të fëmijëve janë, domethënë që fëmijët duhet të ruajnë traditat e zonave, të ruajnë veshjet, sjelljen, zakonet, gjitha instrumentet, muzikën. E mbi gjitha këto ngelen afër atyre që ne aty ku jetojmë, afër trevave, ngelen afër së bukurës, afër Çiftelisë, afër Fyllit, afër Bishnicës, afër veglave që qetësojnë shpirtrat tanë. Edhe me kënaqësi më të madhe bëj domethënë këtë apel të gjithë fëmijëve se është një çka e bukur që shpirti e ndjen. E ndjen shpirti sepse është ajo vegël në cilën fëmia ka qarë kur ka lindur, është ndjer tingulli i saj, edhe është rritur me të. Dhe zoti Alia Me një çmim tjetër, atë të Laver Bariut, u vlerësua qendra kulturore e fëmijëve mat e udhëhequr nga mjeshtri i madh Ymer Neli. Sukses edhe ju. Dëshira ime është dhe pasioni ime është që këto fëmijë, domethënë, t'i bëj si atë dëshirën që kam vetë. A e kuptoj se kjo është një diçka që buron nga shpirti, nga zemra, duke pasur folklori, po shko drejt Gjerminës, sot në kohë kështu, është prish, si me thonë, dhe më vjen mirë që ky eventement kaq i rëndësishëm bëhet një qytet malor me tradita, kuptohet, të folklorit, të instrumentave popullore si që është çiftelia, bilbile, tjere, dhe me vinë shumë mirë që bënë, dhe unë atje e kom për një kohësh, e kom atë qendrën kulturore të fëmijëve që nga vite 69, nga prurjet që vishin nga fshatrat, që atëre e kom fillu. Krahas orkestrinës popullore të çiftelive të qytetit, që e fonizoj me filonishte të re, kupton. Punojnë tu dhe sa të rriten kalojnë atje, që mos pushojë. Dhe ajo orkestra e qendrës kulturore të mëdhenjve, që nga viti 68, festivalit Gjirokastër deri më sot është besu me çmimet para. Po, kuptohet, kryesori, kom qenë më shumë, se kom punuar edhe për pjesë të pasurimit të repertorit, por edhe për instrumentistë e vetë që thash më para. Çmimin Frok Haxhia e merituan fëmijët e qendrës kulturore të Vaut të Delis.
Një respekt dhe vlerësim veçantë për gjithë performancën e fëmijëve, lojën në instrument, në valla dhe në këngë të mrekullueshme që paraqiten këto 3 ditë. Ekipit fitues të këtij festivali të çmimit Frogaxhia, ju uroj një vlerësim pozitiv dhe respekt e mbarësi dhe mirëardhje në festivalet e tjera. Në si grup folklorik i Vallë të Denjës, është e 12 herë që na vim të. Edhe i në shpërblyme me çmimet e çmimit parë, 2, 3 e tjerë. Kurse sot u vlerësua me çmimin Frogaxhia, çmimi i dytë Frogaxhia. Edhe jena shumë kënaqur të gëzuar, vitin e ardhshëm më mirë përsëri. Me çmim të dytë vlerësohet Lipjani. Lipjani është në vazhdimësi për 12 herë në këtë festival. Gjithnjë ka qenë prezent me prezentimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, sidomos të instrumenteve me tela dhe frymur. Jemi mirënjohës këtij festivali se është një veprimtari e madhe kulturore, e cila po kontribon në rujtjen e trashëgimisë kulturore të cilën e kemi kultivuar brez pas brezi. Tash ky festival fuqizon fuqishëm edhe në trevat tona, sidomos në Lipjan edhe në pjesët urbane ku dikur ka filluar edhe të harrohet instrumenti me tela, tash është u fuqizuar. Ndërsa flamuri i festivalit sërish u mbajt nga fëmijët e qytetit mikpritës të Fusharësit. Udhëtimi kësaj ngjarjeje të madhe artistike, stacionin e radhës do ta ketë sërish në Fusharës, pasi ky qytet ndihet krenar për realizimin me sukses të aktiviteteve të tilla, që me një zell të jashtëzakonshëm duan ta ruajnë dhe ta ushqejnë traditën dhe vlerat e folklorit tonë.